Nga rrethrotullimi pranë monumentit të 5 herojve të Vigut në Dobraçe deri tek kryqëzimi i spitaleve, prej muajsh rrugët janë hapur për shtrimin e tubacioneve të ujësjellësit dhe ende nuk janë asfaltuar. Kjo situatë ka krijuar vështirësi të theksuara në qarkullimin e automjeteve, veçanërisht në hyrje të qytetit nga Kupriku. Edhe pse shtrimi i tubacioneve ka përfunduar prej kohësh, rrugët kanë mbetur të parregulluara dhe në gjendje mjaft të rëndë, problem që është progresuar edhe më shumë gjatë periudhës së dimrit. Siç tregojnë edhe pamjet filmike, automjetet detyrohen të lëvizin mbi gropa të shumta në rrugët që lidhen me rreth-rrotullimet, të cilat vazhdojnë të jenë të hapura si në zonën e Rusit, ashtu edhe pranë drejtorisë së policisë dhe spitaleve. Duke pasur parasysh terrenin ku zbatohet projekti për fuqizimin e ujësjellësit të Shkodrës, kërkohet një përshpejtim maksimal i punimeve, në mënyrë që ndikimi në jetën dhe aktivitetin e përditshëm të qytetit të jetë sa më i vogël. Aktualisht, situata paraqitet mjaft problematike dhe sjell pengesa serioze në qarkullimin rrugor. Në këtë kushte i takon Bashkisë së Shkodrës të ndërhyjë pranë firmave që po kryen punimet për të kërkuar avancimin dhe përfundimin sa më të shpejtë të tyre, që të shmangen situatat kaotike. Këto janë akse kryesore të qytetit dhe bllokimi i tyre pasohet me trafik të rënduar në të gjithë Shkodrën.